Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahu xhelle xhelaluhu, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatën mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E me pastaj të ndershëm vëllezër të pranishëm. Jemi duke trajtuar një cikël të hutbeve, të cilës jemi duke ja përkushtuar një shkollë shumë të rëndësishme. E kemi quajtur shkollë me plot kuptimin e fjalës, vdekjen, dhe kështu e kemi quajtur shkolla e vdekjes, për faktin se, siç kemi thënë, çdo shkollë është vendos për aftësim dhe për vetëdisim. Dhe patjetër që edhe kjo shkollë na aftëson, na përkujton, na vetëdison. Dhe në mesin e mësimeve që na jep kjo shkollë është se na përkujton se jeta kësaj bote është shumë e shkurtë. Dhe bota tjetër është e përjetshme. Prandaj, mos e ndrot atë që është e shkurt me të përjetëshmen. Mos e humb të përjetëshmen për ata që është afat shkurte. E në veçanti të ndershëm vëllezër, jemi duke diskutuar dhe në hutbën e fundit kemi folur për jetën në Varreza, natën e varrit dhe jetën e Varreza. Dhe kemi thënë se është përjetim i vështirë. Nata e vdekjes, nata e varrimit është vendimtare për të ardhmen tonë. Prandaj edhe është e lehtë, është e rëndë, por për besimtarin është e lehtë. Allahu xhelle xhelaluhu ka premtuar se robit të tij, i cili mundohet në këtë botë, do t'ja bëj të lehtë natën e varrit, do t'ja lehtësoj natën e varrit dhe njëkohësisht do të ketë jetë të begatë edhe në varr. Të ndershëm vëllezër, gjithsesi që këtë çështje, këtë temë kuptohet vetëm me shpallje, jo me logjik, sepse ne nuk dim asgjë për këtë çështje, por hak i besojmë çka ka thënë Allahu xhelle xhelaluhu ose pejgamberi alayhis salam. Prandaj qartë sakt na ka njoftuar pejgamberi alayhis salam për etapën e dytë të jetës tonë, si jeton njeriu në varr, besimtari dhe pa besimtari. Prandaj thot pejgamberi alayhis salam se pasi që të varroset e marrin në pyetje dy engjëj, i ka kriju Allahu xhelle xhelaluhu veç për këtë çështje, dy melashe madje me emër konkret, Munkiri dhe Nekiri, e ulin të vdekurin dhe e marrin pyetje. 3 pyetje ja bojnë, as 2 as 4. Krejt feja sillet rreth këtyre 3 pyetjeve, e pyesin kush është Zoti yt? Besimtari i cili e ka njoft Allahun, e ka dashur Allahun, e ka adhuru Allahun, thot Zoti im është Allahu. Pastaj e pyesin, cila është feja jote? Ai që e ka njoft Islamin, ka punu me Islam, thot feja im është feja Islami. Dhe e pyesin, kush është ai burri i cili është dërguar tek ju? Cili është pejgamberi? Thot pejgamberi im është Muhamedi alayhis salam. Çdo 3 pyetje të ndershëm vëllezër. E për përgjigjen e këtyre 3 pyetjeve, Allahu xhelle xhelaluhu deklaron në Kur'an se e forcon besimtarin për me u përgjigj, nga se tham pas këtij provimit mvaret, ose nga ky provim mvaret e ardhmja e personit. Allahu xhelle xhelaluhu thot: "Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha." Allahu e forcon besimtarin me një fjalë të fortë në këtë botë. Në këtë botë është me vdek, me shahadet, fjala e fortë. Dhe e forcon me këtë fjalë të fortë në ahiret, ka thënë dietarët Islam, natën e varrit kur të mirret në pyetje, i përgjigjet pyetjeve të melasheve që pyetet, edhe e kalon provimin. E pastaj, pasi që të përgjigjet, i vije një shtroj nga xheneti. E pastaj, i hapët një derë drejt xhenetit, që i shijon erën e xhenetit. E pastaj i zgjerohet varri, sa t'i shohin sytë. E pastaj e shoqërojnë veprat e tija të mira që Allahu ja shndron në njerëz të mirë. Kur të përfundon kjo procedurë, për gjitha këto detaje na ka njoftuar pejgamberi alayhis salam. Kur të përfundon kjo procedurë, atëherë grumbullohen të afërmit e tij, shpirtat e të afërmit e tij rreth tij. Dhe e pyesin, kështu thot pejgamberi alayhis salam. Dhe e pyesin secili, pra vëllezër, ata që kanë vdekur më herët, e presin dikon që po vije me marrë informata. Dhe e pyesin për filanin, edhe për filanin, edhe për filanin.
Dhe ky ju përgjigjet, kështu e kom lënë filanin edhe filanën edhe këta. Pas një kohë dikush e pyeti, thot, po filani çysh e ka gjendjen? Ky ju thot, po pse nuk e keni taku ju ata? Thot, jo, nuk ka ardhur, thot, ai ka vdek moti. I bie që nuk është me shpirtat e muslimanëve, po është me jo muslimanëve, sepse nuk u përgatit për këtë. E pastaj të ndershëm vëllezër, kështu na njofton pejgamberi alayhis salam për gjendjen në varr. Që i bie se jeta në varr vëllezër është krejtësisht tjetër nga jeta e kësaj bote. Prandaj të ndershëm vëllezër, varri është stacioni i parë i botës tjetër. Mirë po të ndershëm vëllezër, atë që ne e shohim jashtë nuk është gjendja reale e asaj që është mbrana. Neve na duket nga jashtë se ata që janë varros janë të qetë, siç po thonë me gjuhën aktuale, janë preh. Jo vëllezër, ata janë duke jetu. Dikush është duke shiju kënaqësinë varr e dikush është duke u dënu. Por neve nuk na ka mundsu Allahu me i përjetu edhe me i ndëgju çfarë dikush dënohet ose dikush i shën të mirë. Kjo është një prej të mirave të Allahut, që Allah nuk na ka mundsu me ditna çka po bojnë tash të vdekurit, por se hak e besojmë që shpërblimi edhe ndeshkimi në varr është i vërtetë. Prandaj unë sot do të flas në pika të shkurta pas kësaj hyrje, shkaqet e dënimit në varr. Por të pa në hutbën e ardhshme inshallah, shkaqet e shpërblimit në varr. Pra të vdekurit vëllezër, siç ka ardhur në argumente, varri ose është kopsht nga kopshtet e xhenetit, ose është grop nga gropat e xhenemit. Pra i vdekuri që i bie se ai që ka qenë besimtar dhe është mundu jetën varr derisa të bëhet kiameti, do të shpërblehet, do të shihen të mirat që Allah i ka përgatitur. Dhe kundërta me të kundërtën, ai që ka qenë pa besimtar dhe mëkatar, siç ka qenë shpërfillës në këtë botë, do të shihen dënimin varr para se të vijë koha e gjykimit përfundimtar. Tani po i përmendit të ndershëm vëllezër disa prej shkaqeve të dënimit në varr me qëllim që ta përkujtojmë vetveten. Me qëllim të ndershëm vëllezër që të jemi të kujdesshëm, mos të jemi shpërfillës, sepse mund të përbuzmi të mira që Allahu na i ka dhënë. Dietarët islam i ndajnë shkaqet e dënimit në varr në dy pjesë, shkaqe të përgjithshme dhe të veçanta. Prej shkaqeve të përgjithshme që dënohen njerëzit në varr, madje edhe musliman, është ata që nuk e kanë njoftë Allahun. Ata që nuk e kanë njoftë Allahun në shkak mosnjohja e Allahut është shkak i dënimit në varr. Pastaj largimin nga feja. Pastaj mos nënshtrimin ndaj Allahut. E njeh Allahun. E njeh thot besoj në Zot, po nuk i kanë nënshtruar Allahut. Është shkak i dënimit në varr. Pastaj hidhrimi, zemërimi i Allahut ndaj dikujt që ka shkaktuar mëkat. Pastaj thon dietarët islam për shkaqeve të përgjithshme është ai që vdes pa u pendu, është shkak i dënimit në varr. Këto janë shkaqe që të përgjithshme. Ndërsa prej shkaqeve të veçanta që kanë ardhur argumente shumë të sakta që kanë përshkruar dënimin në varr, janë të shumta, unë po i numëroj disa që janë për ditëshmëri të ndershëm vëllezër. Prej gjunaheve, mëkateve të veçanta që për to dënohet edhe muslimani, edhe besimtari në varr është gjunahet e gjuhës, përgojimi, gënjeshtra, shpifja e kështu me radhë. Prandaj të ndershëm vëllezër, të jemi të kujdesshëm dhe të vëmendshëm se këti gjunahi me të vërtetë është shumë vështirë me i shpëtu, veç ata që Allah e ka mëshiruar. Pra, gibeti, përgojimi, bartja fjalëve, mu marrë me punë të huaja, gënjeshtëra, që to janë shkak që Allahu e dënon personin në varr. Pastaj ngrënia e kamatës, e rishfetit, është shkak i dënimit në varr. Ky është tjetër dënim në ditën e gjykimit. Na po flasim vetëm në varr. Pastaj prostitucioni, zinaja, e që të gjitha që to janë të përhapura masovikisht të vëllezër në këtë kohë dhe në vendin tonë. E pastaj të ndershëm vëllezër, padrejtësia, e pastaj prej gjunaheve ndeshkuese në varr, me fol për fenë e Allahut kur ti s'ki dije. Edhe kjo është një problem i kësaj kohe, edhe në shoqërinë tonë, që krejt dojnë mu bëha xhallar. Krejt folin për fe, ani pse falen, madje ata që s'falen, madje edhe nëpër media. Pastaj të ndershëm vëllezër, shkurjet e falltort,
shkurja të faltorët është shkak i dënimit në varr. E pastaj padrejtësia që ju shkaktohet të varfërve dhe jetimëve, ose fukarave, ose keqtrajtimi tyre, pastaj të ndershëm vëllezër, vajtimi për të vdekurin, e shumë të tjera kanë ardhur që të gjitha këto të ndershëm vëllezër janë shkak të gjinojnë shkak i dënimit në varr. Prandaj të ndershëm vëllezër, ta ruajmë gjuhën tonë, ta ruajmë besimin tonë, të ruajmë veprat tona që ne i bëjmë, sepse për to kemi pra me dhënë llogari. Andaj të ndershëm vëllezër, gjithsesi që jem shumë i kujdesshëm dhe i vëmendshëm dhe i vetëdijshëm çka jam duke shpjeguar. Jem të ju shpjegu një shkollë që patjetër kena me kalu në ta. Me dëshirë apo pa dëshirë, kena me hinë këtë shkollë, po ma mirë ta mësojmë sot se sa mu në nëzonë vdekja, pa i ditë këtë gjëra e pastaj mu në nëzonë befasi. Allahu na përmisoft, Allahu na vetëdisoft, Allahu na aftësoft, Allahu na largoft nga mëkatet, Allahu na ndriçoft varrin tanë, Allahu na mundsoft që të kemi jetë qetë të mirë dhe në varë, them këtë që ndëgjuat, kërkoj falje për vetvete dhe për ju, kërkoni edhe ju falje sepse Allah është falësima. Të ndershëm vëllezër, të pranishëm në pjesën e dytë të kësaj hutbe për cilën një çarkore të kryesisë së Bashkisë Islame, pra myftiu na ka porositur që në të gjitha xhamit sot të flasim për grumbullimin e fondeve për blerjen e një parcele vakaf në Këshillin e Bashkisë Islame në fushë Kosovë. Një parcel prej 9 arit që kushton diku 90.000 euro, kështu na ka porositur pra kryesia ta përcjell në këtë çarkore, e cila do të jetë vakaf në shërbim të asaj pjese, ajo që është jemi porositur që flasim të ndershëm vëllezër, edhe pse kemi fol në shumë hutbe ndoshta për çështjen e vakafit, po e them me modesti edhe me fakte, do thot për vakafin kemi ndëgjuar të gjithë, ai që ka mundësi me investu për vakaf, le ta dinë që ky është investimi më i mirë për te. Pra, dhënia, sadakaja është e çmuar tek Allahu xhelel xhelal. Sadakaja më e larta, më e mirë është vakaf. Ata që e lën vakaf, që shpërblesh në radhë parë për sadaka, shpërblesh ekskluzivisht për vakaf dhe pastaj shpërblesh për ato që përdoren. Çdo të mirë që e përdor dikush atë vakaf, shpërblehemi edhe pas vdekjes tonë. Kështu që ai që ka mundësi me ndihmu, le ta dinë që kjo është investimi më i miri, e po them ndoshta në hutben e parë, me fillimin e vitit 3 kalendarik, ndoshta dikush ka shpenzu, aty ku nuk është dashur me shpenzu, e ndoshta është një befasi që bashkë sot më na testu Allahu me thonë i çove kogja do parë i djege para do dite, e sot po thirrësh me dhon për vakaf. Është një farë testi, por kjo është një farë testi që është mirë pra me pozicionu vetveten, çka të lash për vakaf o vëllezër, kur nuk i me kom pishmon. Kur nuk i mu pendu pse kum lën vakaf. Përkundrazi, ai që ka lën vakaf, veç se është gëzu dhe i gëzohet asaj, sepse për ta shpërblet, Allahu na mundsohet me qenë prej sadakëgjive, prej atyre që apin për vakaf, edhe sadaka kush ka nevojë, lutim Allahun që të na përdor për hajër dhe për të mirë, lutim Allahun që të na ngrit në vlera, ti pranon për neve, juve, prindve tanë dhe t'juj, të gjitha veprat e mira, ti fal gjinohat në katët tona t'jujve, prindve tanë dhe t'uj dhe gjithë muslimanëve.